Jemi në studion e programit Familja 7, harmonia mes besimit të krishterë dhe shëndetit mendor është një lidhje ndërlikuar dhe e zgjidhur për gjithë besimtarët e krishterë që sot janë duke vuajtur nga stresi, por që ndikon në mirëqenien e përgjithshme të individit. Besimi natyrisht luaj një rol të rëndësishëm në menaxhimin e stresit, ankthit, depresionit, duke ofruar një ndjenjë qëllimi, shpresë e mbështetjes sociale. Në thelb, një marrëdhënie e shëndetshme me besimin e krishterë mund të jetë një faktor mbështetës dhe forcues për mirëqenien mendore, për sa kohë që ai interpretohet dhe praktikohet në një mënyrë që nxit paqen e brendshme dhe harmoninë personale. Ne jemi në studio me Djola Malasi, psikologe këshillimi. Djola, mirë se na erdhe në studio. Përshëndetje Nela, faleminderit ju për ftesën dhe kënaqësi të jem këtu midis jush për të trajtuar një temë sa të ndjeshme, por aq edhe aktuale. Shumë bekim Djola të kemi në studio. Së pari do doja të theksoja se Djola si besimtare krishtere ka ardhur në ndihmë shumë besimtarëve që kanë qenë duke kaluar kohë të vështira me shëndetin e tyre mendor. Me forcën e madhe të besimit të saj ajo thekson se sa shumë ndikon besimi në largimin e ankthit. Por kush mund të jetë një ndihmë në balancimin e ankthit dhe forcimin e besimit? Diskutojmë për këtë në studio. Djola, vazhdojmë bisedën tonë me një pyetje se si ndikon në fakt besimi në shëndetin mendor. Pyetje shumë interesante. Për sa i përket gjithë rrugtimit tim profesional si psikologe, shpeshherë më është bërë një pyetje: ku e gjen forcën që ti vazhdon dhe këshillon dhe merresh me, le të themi në thonjza, helmin e shumë njerëzve? Përgjigjja ime është sepse unë kam Zotin, sepse unë kam Perëndin. Pse e bëra këtë parantezë dhe këtë hyrje? E bëra sepse disa pika që ndihmojnë. E para është sepse besimi ul shumë stresin dhe ankthin tek individët. Si e ul këtë stres dhe si e ul këtë ankth? Ka disa praktike shumë të mira. Ne si besimtarët krishterë kemi adhurimin, kemi lutjen, kemi leximin e fjalës së Biblës, dhe duke praktikuar të gjitha këto, ndikon shumë në uljen e stresit dhe ankthit. Gjithashtu një pikë tjetër është sepse besimi forcon shumë në stabilitetin emocional të individit. Ai përjeton në mënyrë shumë të bukur një konfidencë me Perëndin, fiton një mënyrë të duhur për sa i përket identifikimit të emocioneve të tij dhe të shprehurit të emocioneve të tij. Mos harrojmë se kemi karaktere të ndryshme në kishat tona. Kemi karaktere të cilat shpeshherë tregojnë shumë për mënyrën se si ata shprehen, për mënyrën se si ata mund të rezervohen në një situatë të caktuar. Gjithashtu, përveç stabilitetit emocional, besimi ndikon shumë edhe tek mbështetja sociale e faktit që ky individ është pjesë e një kishe të caktuar. Dhe duke qenë pjesë e një kishe, do të marrë patjetër edhe një mbështetje psikoemocionale shumë të madhe nga të gjithë. Do të ketë mundësi të dëgjohet, do të ketë mundësi të këshillohet, do të ketë mundësi dhe të orientohet. Një pikë tjetër e rëndësishme, dhe jo le të themi e fundit, është edhe fakti që njeriu besimtar fillon dhe jeton me një qëllim të caktuar në jetë. Ka një qëllim të caktuar me anë të cilës ai fillon dhe ndërton jetën e tij. Dhe duke filluar të jetojë jetën e tij me një qëllim për Zotin, ai ka një stabilitet shumë të mirë emocional. Gjithashtu, dhe një pikë e rëndësishme është edhe fakti që individët besimtar, do më falni për këtë pjesën që na përdor shpesh individët, por nuk dalim ndonjëherë dot edhe nga kornizat e profesionit tonë. Individët e krishterë, një pikë tjetër e rëndësishme është edhe fakti që ata kanë mundësi tashmë të njihen edhe me profesionistë brenda kishave të tyre. Në fund të fundit, të gjithë ne jemi instrumenta në duart e Zotit me profesione të ndryshme për t'i ardhur në ndihmë. Po. Djola, kur kërkesa për të shkuar pra një besimtar i krishterë tek një specialist i shëndetit mendor, kur bëhet sfidë? Pyetje vërtet interesante. Sfidë bëhet në momentin kur duhet të dim një gjë, që të shkosh te psikologu është dera e fundit tek i cili individi troket. Sepse është përpjekur shumë ditë dhe natë me gjërat e veta, është përpjekur shumë të shkojë t'ia thotë një miku të ngushtë, sepse dhe neve në kulturën tonë shqiptare kemi shumë të vështirë të pranojmë që ne do të shkojmë tek një psikolog, tek një psikoterapist, dhe në rastet më emergjente dhe të vështirat është pikërisht të shkosh te një psikiatër. Sfidë betet kur vetë individi mund të shpërthejë në një moment, në një gjendje emocionale që ty si antar kishe mund të duket pse më lëndoi. Pse më foli, si e pati. Por ti nuk e kupton që ky individ është duke kaluar goxha stuhi të forta në jetën e tij. Dhe stuhit nuk janë vetëm individuale, por janë shpirtërore. Janë stuhi të cilat ka shumë pikë pyetje në të cilat ai ndodhet.
Kështu që le të themi mos përputhja e vlerave, e mendimeve me atë çka ai ka filluar të besojë është një sfidë. Sfidë tjetër gjithashtu është edhe mënyra se si ai preferon ta brëndësoj brenda vetes dhe jo të heqë të gjitha kornizat e turpit dhe të vite të kërkojë ndihmë, sepse një balancë e mirë, një këshillimi psikologjik edhe një këshillimi pastorial do të jetë një kombinim i duhur dhe një kombinim në të cilën shumë veta nga eksperjenca ime punës kanë marrë ndihmën e vërtet. Pra, unë i moshoj fort faktit që një profesionist dhe një pastor kanë një kombinim shumë të mirë për besimtarët e krishterë për t'i dhënë ndihmën e duhur. Pra, me pak fjalë, si mund të ruajmë ne një balancë të shëndetshme mes besimit të krishterë dhe shëndetit mendor? Në lidhje me pyetjen që më bëre Nela, mund të them që kërkesa e vazhdueshme për të besuar, njëkohësisht dhe ndjenjat e fajin që një individ mund të ketë vazhdimisht, janë një ndër sfidat më të mëdha. Pra, ai ballafaqohet me të gjitha vlerat e besimit të krishterë, por njëkohësisht ai mbart brenda vetes ende malore, le të themi, të gjithë emocionalitetin, ndjenjave të fajit që ai ka. Gjithashtu, një faktor tjetër është stigmatizimi ose përjashtimi. Shpeshherë neve në kulturat tona, sado që ne përpiqemi në komunitetet të krishterë të jemi përkrahës, të jemi mbështetës, të jemi le të themi mbrojtës të gjërave, por pa dashje, sepse ne jemi njerëz, mund të hyjmë edhe në disa stigmatizime. Për shembull, është shumë i heshtur. Vjen dhe zë vetëm karrigen dhe kaq, jo nuk është ashtu. Ky individ po të tregon që nga ana shpirtërore ndoshta është duke kaluar disa stuhi dhe prandaj jemi aty për t'i ndihmuar së bashku. Kështu që mendoj këto janë disa sfida, gjithashtu dhe papërthueshmëria e vlerave që individi ka në përditshmëri dhe me besimin që ai haset. Po, nga ajo çfarë ke vënë re dhe parë kohët e fundit, a shkojnë besimtarët e krishterë për këshillim tek psikologët e krishterë? Pra, ka ndryshuar ky ritëm? Po, sigurisht që ka ndryshuar jashtëmase, sepse unë që e them me bitje të plotë, e them për shkak të shumë këshillimeve që kam marrë kohët e fundit si psikologe krishterë nga personat e krishterë. Dhe pse është kaq e rëndësishme? Shumë e rëndësishme sepse një psikolog i krishterë do të ndihmojë dhe do të futet shumë në botën dhe emocionalitetin tënd. Në ç'mënyrë? Në mënyrën sepse ne i njohim pak a shumë të gjitha parimet biblike dhe neve, ashtu sikurse individi beson në një konfidencë me mua, edhe unë e ndihmoj individin që të ketë një konfidencë me Perëndin. Pra, fakti që shpeshherë në lutjet tona është edhe o Zot më jep një konfidencë, të kem një konfidencë me ty. Dhe sado që njeriu mund të jetë futur nëpërmjet lutjeve të shumta, ai prap kërkon një këshillim. Mos harrojmë që besimi është po aq i rëndësishëm sa jeta e përditshme e një individi. Ai në përditshmërinë e tij mund të haset ose ajo mund të haset me problematika në lidhje me punën, në problematika në lidhje me familjen, në problematika në lidhje me shkollën. Dhe ajo që vlen për të theksuar është që kërkesa më së shumti është nga adoleshentët. Pra, ata duke u rritur, fillojnë dhe formojnë personalitetin e tyre, shpeshherë të shoqëruar ndoshta edhe me kriza të identitetit. Dhe këtu pastaj fillojnë dhe pikpyetjet në lidhje me besimin, me vlerat, me faktin që ai do të përballet me shumë fenomene që sot janë shumë të prekshme për fat të keq. Dhe është sfidë shumë e madhe. Po. Djola, në dijenin tënde si psikologe e këshillimit, cilat janë disa nga problemet që hasin besimtarët e krishterë sot? Në përgjithësi është ankthi i përgjithësuar. Që do të thotë, ankthi i përgjithësuar është kur individi fillon të krijon shumë pikpyetje me personalitetin e tij. Fillon të krijojë shumë pikpyetje me stilin e jetesës në të cilën bën. Fillon krijon të pikpyetje ndoshta sepse ka dhe shumë besimtar që mund të vijë vetë nëna e krishterë dhe babai jo i krishterë dhe këtu fillon një destabilitet emocional tek individët, edhe këto janë disa arsye pse ata vijnë. Gjithashtu, shumë e rëndësishme është edhe fakti që kanë probleme shumë me pjesën e apo prindërojmë ne në mënyrën e duhur. Kjo është pyetja më e madhe që më vjen nga prindrit. Dhe unë përpiqem vazhdimisht që të jem e lexuar, le të themi, por edhe e përgatitur që t'jem duke i shërbyer këtyre individëve në mënyrën e duhur. Mos harrosh që të shkosh te psikologu është le të themi të paktën në 2 seancat e para duhet fitojmë besimin e personit që vjen
dhe më pas të trajtojmë të gjitha gjërat që ai mund të ketë. Pra folëm për anksin e përgjithësuar, gjithashtu disa probleme kanë të bëjnë me traumat e jetës që kanë kaluar. Traumat të cilat mund vinë si pasojë një abuzimi, por gjithashtu mund të jenë edhe traumat të caktuara që mund të kenë ardhur nga ndonjë fatkesi, humbja e dikujt në familje, nuk e ka përballuar si duhet, kanë probleme me pjesën e përjetimit të vdekjes së dikujt. Gjithashtu është edhe problem pjesa e divorceve, të cilat askush nuk i do, por edhe pse është ndërmjetësuar, përsëri kanë ardhur dhe kanë kërkuar një ndihmë profesionale. Po, Djola, ndodh që disa besimtar të krishterë të ndihen fajtor kur përjetojnë ankth dhe depresion, duke menduar që në fakt gjithë kjo gjendje po vjen nga mungesa e besimit. Në fakt, është një, le të themi, psikoterapia është një proces, është një rrugtim, që nuk mund të marrë zgjidhje vetëm me takimin e parë, por na duhet hapasapi të vlerësojmë rastin, të shkojmë së bashku me individin në origjinën e problemit dhe njëkohësisht të kalojmë tek teknikat e ndryshme dhe integrimi që ne arrim klient psikoterapist. Po, si mendon se tek persona të tillë duhet jetë edhe roli i pastorëve, i drejtuesve të kishave ku ata frekuentojnë? Është shumë e rëndësishme, sepse personi i parë që individi beson është pikërisht pastori ose nëse do të ishte bashkëshortja, sepse duke qenë femrat janë më delikate, përcjellin emocionalitetin e tyre më mirë me një femër, dhe unë shikoj një rëndësi shumë të madhe, shikoj një person që ndihmon dhe jo vetëm ndihmon, por së bashku forcojmë pozitat emocionale dhe besimin dhe vlerat që ky individ ka, për të thyer një herë për gjithmonë ndjenjat e fajit. Pra, mbështetja kryesore dhe shtylla më e rëndësishme është pikërisht pastori i kishës, por jo vetëm, dhe të gjithë anëtarët e kishës. Ne jemi aty për të mbajtur barret e njëri tjetrit. Sepse në Bibël thuhet, do të mbajmë barret e njëri tjetrit, por dhe Zoti nuk të jep më shumë barë se ti të shmban, domethënë. Po, ndërkohë Djola, çfarë këshille do t'i jepi atyre që janë duke përjetuar ankth dhe stres, por tani nuk din çfarë të bëjnë, se kështu duan të rinë besim tërkohën, por ndërkohë do donin edhe një këshillim profesional, pra për të ruajtur këtë balancë? Unë jam e sigurt që nëpërmjet kësaj përgjigje të paduruar për ta dëgjuar shumë besimtarë të krishterë, është që trokisni sa më shumë në dyert e njerëzve besimtarë profesionistë. Këtë nuk e them absolutisht për të promovuar psikologjinë, por për të promovuar zgjidhjen e menjëhershme dhe të shpejtë për sa i përket pjesës së një kërkese të shëndetit mendor. Pse them këtë gjë? Sepse individi, kur mund të shkojë në një takim kishe, një takim lutje, në një konferencë të caktuar, nëse nuk është i qetë psikologjikisht, nuk do ta gjejë qetësinë dhe ndonjëherë pa dashje mund të keq kuptojë atë mesazh që ai merr. Kështu që ndërthurja e një ndihme psikoterapie dhe besimit të krishterë do të ishte mënyra më ideale për të ardhur. Dhe këtë thirrje nuk e kam vetëm për individet e rritur, këtë thirrje e kam edhe për fëmijët e vegjël, që janë ende, jam e sigurt që shkojnë për grupet e tyre të mësimeve, kanë pikpyetjet e tyre. Mbaj mend që kur kam pasur pjesën e drejtimit të grupit të rinjve, ishte për herë të parë një 14 vjeçar dhe më bëri pyetje, a është një konfirmim fjala amen? Domethënë, kur arrin dhe bën pyetje kaq thelbësore dhe kaq jetike, ai do të besoj ty të flasi akoma më shumë rreth emocionalitetit të tij, rreth pikpyetjeve që ka, sepse ka ardhur në dyert e kishës jo vetëm për të forcuar besimin vetjak, por edhe për të, le të themi, rrëfyer gjithçka që ai mund të ndjej dhe ka, dhe këtë rrëfim e bën vetëm me Perëndin. Po, ndërkohë Djola, zakonisht në të gjitha këshillimet e tua që ke pasur me besimtarë të krishterë, çfarë u këshillon, çfarë stili të jetës në mënyrë të shëndetshme ti u këshillon në vijat përgjithshme, kam fjalë? Në fakt, të bëjmë një gërshetim shumë të mirë të psikologjisë, gjithashtu edhe të pjesës së besimit. Inkurajimi im është që të mos i humbasi asnjëherë takimet e kishës,
sepse në takime, pavarësisht sepse individi mund të shkojë me përtesë për shkak të barrës që ai ndjen në shpirt dhe mendon që nuk do të kënaqet si duhet, nuk do të kalojë si duhet, nuk do të kuptohet si duhet. Gjë e parë është inkurajoj që ju do të shkoni në kish, sepse e sigurt që në kish do të marrësh dhe shumë zgjidhje të tjera, do marrësh një përgjigje nga Zoti me anë të lutjes. Tjetër, inkurajime janë dhe të praktikës së jetës së përditshme, stili jetesës që bën individi, koha që ai do të kalojë në natyrë, koha që ai do të kalojë me njerëzit e afërm, larg mjeteve elektronike, sepse dhe këto kanë një ndikim le të themi shumë dyzues në gjithë jetën e sidomos të adoleshentëve. Pra, ai shkon në kish të dielën, adoleshenti, dhe rikthehet në shumë seriale të ndryshme të cilat promovojnë gjëra të cilat shkojnë kundra besimit. Dhe ne nuk mund të ecim me dy standarde. Ne kemi një standard apo jo. Dhe duke ecur në këtë lloj standardi, ne vendosim edhe prioritete të ndryshme në jetën tonë. Tjetër këshill është që të jeti hapur dhe të thot ashtu siç ai është dhe ashtu siç ai ndjehet. Ne kemi në kulturën tonë që kur pyesim si je, themi mirë, shumë mirë. Pra, edhe sikur të jemi keq, ne prap nuk pranojmë. Këtë përgjigje japim. Po. Unë mendoj që mes motrave dhe vëllezërve të krishterë shumë e rëndësishme të jemi sot, siç është koha jam dhe unë, pak e mjegullt, nuk kam emocionalitetin e mirë të duhur. Dhe do të vim re gjithashtu mbështetja e të gjithë komunitetit të kishës me anë të vargjeve të ndryshme biblike, do t'inkurajojnë në një kohë, në një çast që ti ke nevojë për shërim, në një çast që ti ke nevojë për të kaluar kohë të vështira dhe stuhie. Unë inkurajoj shumë fort të pjesë. Pra, le të themi që jam një mbështetëse shumë e madhe dhe kur shikoj që ndonjëherë terapia me një besimtar të krishterë çalon, në vetveten time i lutem Zotit për më shumtën tim. Mos harrojmë që secili nga ne me dhunti të caktuara jemi instrumenta në duart e Zotit. Dhe ndoshta unë si psikologe jam instrument pikërisht për këtë pjesë të emocionalitetit të fëmijës. Dhe gjithashtu këshilla tjetër është që një fjalë e Perëndis thuhet trupi jon është tempulli i Zotit. Dhe ne duhet të kujdesemi për trupin ton për të shkuar në një kujdes shëndetësor, por duhet të kujdesemi edhe për trurin ton dhe për shpirtin ton për një kujdes psikologjik. Nisur nga eksperjenca jote e punës, sa efektive kanë qenë terapitë e këshillimit biblik që keni bërë? Në fakt, gjithashtu e rëndësishme është të përmendet nga eksperjenca ime punës, edhe si drejtuese e të rinjve në kishën e Librazhdit, të theksoj që shpeshherë sfidë mbetet pjesa e jetës së përditshme që adoleshentët bëjnë, edhe vendosjes së rregullave që ne vendosim në kish. Pra, është shumë sfidë, sepse ti njëkohësisht adoleshentin e do si bashkëpunëtor, por ti duhet ta mirëkuptosh për të gjitha gjërat që çalojnë tek ai ose tek ajo. Kështu që në përgjithësi do theksoja që sfidat më të rëndësishme është që mund të ndodhë ndonjëherë të shkoj deri në seancën e 5 të braktisë, jo? Nuk është çudi. Kjo ndodh sepse nuk ballafaqohet dot me të vërtetën e vet. Nuk shkon dot, nuk është gati të shkojë të preki traumën që ai ka kaluar. Dhe në këtë moment ne i lëm kohë të caktuar dhe kur nuk e kursejmë mbështetjen tonë. Përpara se të jemi psikolog, jemi njerëz. Po, pra është një proces që zgjat, nuk mund të ndodhë ndryshimi me njëherë. Sigurisht, zgjat edhe zgjat goxha në kohë. Nuk mund të them dot që mbaron me disa takime. Zgjat sepse ne mendojmë që kur hym në një proces terapeutik është një proces serioz. Dhe ne nuk dalim dot nga kornizat tona profesionale. Po, sa shumë ka ndryshuar kjo, siç e përmendëm më parë, kjo ndjenja e fajt ose e paragjykimit që nëse ti shkon të marrësh këshilla tek një profesionist i krishterë, ti nuk je besimtare, ti nuk po qëndron në besim. Sa mirë kuptues duhet jemi përballë këtij fakti dhe sa mos kemi fare problem që unë kam këtë betejë dhe unë dua të merrem me këtë betejë, pavarësisht paragjykimit. Shumë pyetje interesante. Në fakt, nga eksperienca e punës time, në fillimet e mia, shumë raste më vinin të sugjeruara nga mikeshat e personave që vinin, kryesisht do ndërhyje, do ndërmjetësoje, derisa ta bindje pse duhet të vinte të kërkonte ndihmë. Por tashmë ka filluar dhe nuk kanë më këto rezerva. Unë nuk e shikoj domethënë si sfidë kohët e fundit. Ka ardhur një besimtar i krishterë, ka marrë ndihmën profesionale të duhur,
dhe sigurisht është larguar në kohën kur ai ka qenë gati dhe procesi terapeutik ka mbaruar. Pra, nëse më përpara do të ishte shumë nxitëse kjo pjesë, pra le të themi që nxiteshe shumë nga mikesha, nga miku, nga shoqja e tjera me radhë, sot drejtohen vetë. Por kjo kërkon një njeri që guxon të flasë dhe të mos heshti për barierat e veta. Pse them këtë gjë? E them sepse problemet emocionale janë si puna e rërës në shkret të tjerë. Kur fryn një erë, krijon një barierë, krijon dhe individi mendon se me anë të një këshille të thjeshtë mund të bëjë me një shoqe ose me një të afërm, ja hodhi problemet. Por nuk është këto qëllimi. Dhe kur ajo të zë të gjithë fushpamjen, të zë të gjitha pikpyetjet e jetës tënde, në familje, në besim dhe kudo. Po, dhe një pyetje fundit, Jola, si terapiste këshillimi me cilat mosha punon? Unë në fakt punoj me kategorinë e moshave, sepse jam e specializuar dhe si terapiste ABA, me fëmijët 5 vjeç deri në moshën 12, por njëkohësisht asistoj me terapi këshillimi dhe për adoleshentët dhe të rinjt. Fusha e punës time është këtu, duke qenë se dhe eksperienca dhe qasja ime në Kish ka qenë pikërisht me të rinjt. Në përgjithësi, me të gjitha problematikat, kalon në procese të ndryshme, nuk është vetëm pjesa që ne do të flasim për problemin, por ne do ta zgjidhim dhe ka ushtrime psikologjike të panumërta për këtë pjesë, me fëmijët kalore psikosociale, dhe pastaj mbajmë një komunikim konfident jo vetëm me fëmijën, por njëkohësisht kur shikojmë rrezikshmërinë e lartë që mund të ketë, e transferojmë atë te prindi. Po, shumë faleminderit për këshillat e vlefshme. Faleminderit juve. Shumë bekime, suksese në punën tënde. Pra, siç e dëgjuam nga biseda me Djola Mala, si një qasje e shëndetshme përfshin kombinimin e besimit, kujdesit për veten dhe kur duhet ndihmën e profesionistëve. Le të mos harrojmë se Zoti na ka dhënë jo vetëm besimin, por dhe mjetet për të kujdesur për veten, për njëri tjetrin. Faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit Djolës për këshillat e ndarjen e përvojës së saj. Faleminderit ju që na ndoqët.